Pra çdo gjë është e qartë. E qartë sepse Laerti ka bërë këtë zgjedhje. E para, ajo që unë mendoj, është që Laerti e pas ka besuar dhe vetë gjatë gjithë kësaj kohe se Valbona ka sjellë deri aty, sepse ai e tha në klip pak a shumë. Pra nuk ka qenë vetëm presion i banorëve të tjerë shtëpisë, po ky ka filluar ta besojë edhe vetë. Dhe që ta heqë nga mendja vet, ai ka preferuar që ta vërë veten e vet dhe Valbonën në nominim. Sepse shiko si është muhabeti të dashur miq, nëse le të besojnë çfarë të duan banorët e tjerë. Nëse ti je i bindur në atë, pra nëse banorët e tjerë besojnë që Valbona po të sjell dhe ti je i bindur që nuk është kjo e vërteta, nuk çan kokën çfarë mendojnë banorët e tjerë. Por fakti që ai e beson, do të thotë që ai e ka menduar dhe vetë këtë gjë. E para, e dyta, po përpiqet t'ia faturoj të gjithën vllajt të madh këtë, duke thënë fjalinë që un pranova sfidën e vllajt të madh. Vllai i madh, kjo është hile, sepse vllai i madh nuk i dha asnjë sfidë. Vllai i madh e vuri përballë dy zgjedhjeve, ose kështu, ose kështu. Laerti zgjodhi ose kështu në dytë. Kështu që nuk mund të përdorësh hilen në sy të publikut sepse i monitoruar 24/7 dhe nuk ka asnjë lloj sensi. Për mendimin tim, pavarësisht se trumbetohet që ai ka bërë një lojë të fortë, është treguar lojtar i fortë, nuk është një lojë e fortë kjo që ka bërë Laerti, përkundrazi është një hile, është një goditje poshtë brezin ndaj Valbonës dhe po Laert, është e vërtetë, Valbona ti ka krijuar të gjitha situatat në shtëpi. Dhe nëse ti je sulmuar në atë shtëpi, je sulmuar për marrëdhënien me Rozanën dhe për marrëdhënien me Valbonën. Kjo është e vërteta.